Ta marrë drejtje dhe haj, si një quk të shkel syrin, si një quk për kokë të saj. Dita e dytë e festivalit në Vaj solli një nga momentet më të fuqishme artistike të programit traditor. Mbrëmja poetike 2 poet, 1 muz, bëri bashkë krijimtarinë e 2 prej emrave më të mëdhej të letërsisë shqipe, Ali Aslanit dhe Ismail Kadares. Nuk e përballoj dot tundimin dhe e këmbeu një çast çlirimi, do me thënë rrëfimin për zanën, me slëgën e përjetshëm. Në këtë histori ka diçka që të kujton shkrimtarin. E kudo që ajo vete, të rriq pas, si hinje. Sot, si jam në vete. Humbas. Ndarja një fjalë goje, por ndarja është e rëndë, shpirtin për gjithë. Në ndërgjinë e Driada Dervishit, vajzat e 2 autorëve u shndruan në një shfaqje ku teatri, muzika dhe interpretimi skenik u ndërthurën për të sjellë emocione tek publiku. Aktorët Yll Kamuja, Luiza Giovanni, Rosetta Ferri dhe Neritan Liçaj e interpretuan një kolazh nga krijimtaria e poetëve, duke krijuar një dialog të veçantë mes 2 botëve letrare. Ngrihet kupa me dolli e me shëndete, unë porri e vërshëlli, as për zogën, as për vete. Çdo gjë që desha pata, qumësh dallandyshe sa të hanin gjithë gjyshe dhe stërgjyshe. Dhe meret bardha, dhashe dhe mora, hazinera gjeta ku më hante dora. Dhe heshtura zitën për jashtë, nga shtegu që veç ti veti. E dita vjen, rrjedh prap jeta. Dhe ne të dy, si dhe më parë, të ftohtë të rrim e të pamposhtur. Poezia nuk mbeti vetëm në faqe, por mori zë dhe jetë në skenën e festivalit. Kompozitori Aulon Naçi e shoqëroi me tinguj, ndërsa Jasmina Dervishi çeli mbrëmje me këngën Një vajzë, 2 poet, 1 muz. Mysafiri special ishte poeti dhe studiuesi nga Kosova Agim Vinca, i cili përshëndeti organizatorët dhe të pranishmit. Pjesë e kësaj nate ishte edhe poeti Sadik Bejko, duke shtuar aktivitetit një tjetër dimension letrar. Në këtë atmosferë u prezantua dhe çmimi Ali Aslani për poezinë, një nismë vjetore e shoqatës Vajs. Ai do t'i jepet vëllimit poetik më të mirë me fokus natyrën dhe dashurinë, 2 motive të rëndësishme të krijimtarisë së Ali Aslanit. Nisma synon të mbajë ngjallë emrin dhe veprën e poetit duke lidhur trashëgiminë e tij me krijimin e të rinjve dhe poezinë e së ardhmes. Trofeu është ideuar nga arkitektja Kiara Aslani, mbesa e poetit, dhe mbardhe simbolikën e tij lidhjen e fortë të Ali Aslanit me vënlindjen. E një tjetër moment i veçantë ishte edhe përshëndetja e nipit të poetit Ardian Aslanit, i cili solli në mbrëmjen kujtesën familjare dhe dëshminë e një trashëgimie që vazhdon të përcjellet nga një brez tek tjetri. Dita e dytë u mbyll kështu me një homazh për 2 poetët dhe një mesazh për vazhdimsinë e fjalës shqipe.